Kur arti dhe jeta bëhen një, muret e galerive nuk mjaftojnë më. Skulptori Gjakovar Gëzim Saliuka ka zgjedhur të shndrojë oborrin e shtëpisë së tij në një ekspozitë nën qiellin e hapur, ku rrëfen përmes skulpturave rrugtimin e një jete të tërë krijimtarie. Ku mujt edhe në galeri të qytetit në hapën, Pallat Kulturës, po bona në shtëpitë kulturës, sa shtëpi temen, arsyeja është e thjeshtë. Pse? Pse këtu kanë lindë. Shumica, jo po 90% kanë lindë këtu, janë kriju këtu në këtë bërën, në atelien time këtu. Ekspozita sjell mbi 100 punime të realizuara ndër vite në materiale të ndryshme, ku secila bart një histori me vete. Çdo herë skulpturat ose punimet artistike janë ato të vërteta, se këtu nuk ka manipulime, nuk është politikë, është art. Këto punohen me dashni, edhe i kum farë shumë dashni artit. Mesazhet gjithherë janë për artin, për kulturën, për kombin, për gjeneratat që janë konë, që vinë. Ndër veprat më të veçanta është Shqiponjat në një plis, përmes së cilës Saliuka përcjell mesazhin e identitetit dhe bashkimit kombëtar. Të gjitha kanë porositë, edhe porositë janë të gjitha kombëtare ashtu, të kalunës edhe të ardhmës. Një ndër ato mundet me qenë edhe kjo skulptura e Ndru ose Skënderbeut në formën teme si e kam bërë në gur, ose ajo skulptura që është Qeleshja, plisi do më thonë, me Shqiponjat mbrenda, e cila i simbolizon shqiptarët e bashkuar rreth Qeleshës, por që ende nuk kanë mësuar me fluturuar së bashku. Historinë në gur shënon jo vetëm një rrëfim artistik mbi 4 dekada krijimtari, por edhe një hapësirë të re ku arti takohet drejt për drejt me publikun gjakovar. E për të gjithë ata që duan të vizitojnë ekspozitën, do të vazhdojë të jetë e hapur deri më 15 gusht.